Jemi rikthyer në studio përsëri e tani do të zhvillojmë një bisedë kështu nëpërmjet Skype-it, në fakt një bisedë të nevojshme për të marrë informacione, sepse duhet thënë për sa i përket emigracionit, ne jemi një shoqëri që prej vitesh tashmë e kemi të provuar në kurriz, kështu që gjithmonë ka nevojë të marrim informacione për sa i përket shtetësve që kanë zgjedhur të udhëtojnë, të largohen, të jetojnë apo të emigrojnë në një shtet të huaj, ndërkohë kur bëhet fjalë për problematika gjyqësore në mënyrë të veçantë për ekspulsin, që besoj se si term të gjithë e kemi dëgjuar, po jo të gjithë kemi informacion, duhet të dim pak më shumë. Ndaj, çfarë është ekspulsi? Kush e merr? A hiqet? Si hiqet? Kush mund ta marrë përsi për ta realizojë? Dhe një tjetër kuriozitet që un kam në fakt duke bërë vëzhgime në rrjetet sociale, shumë shpesh na dalin faqe të caktuara që në fakt shpesh vjen dhe një pikpyetje e madhe nëse janë të vërteta apo jo, të cilat marrin përsipër të na zgjidhin këto hallet ligjore që ne mund të kemi me shtete të ndryshme. Me avokat Alban Duraj do të jemi në një lidhje Skype për t'i dhënë këto informacione për publikun e Vila 24. Të falenderoj për kohën tënde, të uroj një ditë të mbar, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe virtualisht në Vila 24. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj shumë për pjesën e kënaqësi. Faleminderit Alban. Madhomendja e që për shkak profesionit këto pyetjet me siguri shumë shpesh ju janë drejtuar, qoftë edhe për një informacion të përgjithshëm, por qoftë edhe për ata shtetas që kanë nevojë të zgjidhin probleme të kësaj natyre. A mundemi ne për në një gjuhë të thjeshtë të kuptueshme të japim një shpjegim se çfarë është ekspulsi? Atëherë ekspulsi është ndalesa për cilën marrin të gjithë qytetarët, të cilët janë pjesë të lëvizjes së kufizuar, si vendet si puna e Shqipërisë, të cilët nuk e kanë aksesin e plotë për të lëvizur në zonën Schengen, por ne kemi të kufizuar që brenda një afati 6 mujor ne duhet që të jemi maksimalisht të udhtojmë për 90 ditë. Dhe natyrisht që nëse shkeljet ky afat, atëherë çdo shtet në të cilin udhton qytetari merr masë administrative, që do të thotë mund të pezullojë ndalimin për minimalisht të filluar nga një ditë si masë le të themi dështuese, në mënyrë që qytetarët mos ta ripërsërisin apo mos ta përsërisin në të ardhmen. Pra, në varësi të shkeljes, së përsëritur apo jo, atëherë këto vende të Schengenit mund të vendosen apo të marrin një masë të tillë administrative. Kjo është, le të themi, masat më të shumta në të cilat ndeshen qytetarët shqiptarë, sepse ata gjatë kësaj periudhe, pra nga viti 2019, ne kemi pasur apo kemi mundësi të vizojmë në zonën Schengen, pra thjesht si turist, pra mundësia jo nuk është që të udhtojmë për çështje pune, por vetëm për çështje turizmi, apo vizite tek familjarët tanë, të ndodh që gjatë kohë qytetarët kanë shkuar dhe kanë punuar në këto vende. Pra, puna që kanë bërë ka qenë një punë jo e regjistruar, pra jo një punë formale, sepse nuk lejohet që të punohet, të shkohet për vizitë. Pra ka disa kritere këto vende të cilat janë vendet e Schengenit për sa i përket punësimit, dhe aty ka një le të themi procedurë tjetër lidhur me punësimin dhe marrjen e një vize pune. Por qytetarët për shkak të pamundësive që kanë pasur, për shkak edhe të vështirësive ekonomike, kanë shkuar, kanë punuar në të afërmit e tyre të cilët kanë biznese në këto vende, apo qoftë edhe tek ndonjë niki të afërmëve të cilët mund të janë qytetarë europian apo qytetarë të huaj që kanë sipërmarrjet e tyre në këto vende. Kjo është një kategori, pastaj kemi kategorinë tjetër, për sa i përket atyre qytetarëve të cilët kanë marrë një dënim, le të themi, apo një vendim gjyqësor për çështjet duke filluar nga çështjet administrative, pra nga vajtje penale që mund të ndryshojnë në këto vende, por qoftë edhe çështje penale, pra vendimet e gjykatave për këtë çështje i dënojnë këta qytetarë, përveç se dënimi që mund të jetë një dënim me gjop, po flas kur gjykata është shprehur për dënim me gjop, qoftë edhe për kundërvajtje penale apo për çështje të ndryshme penale, por kemi edhe dënimet plotësuese, që do të thotë këta qytetarë nuk lejohet që të futen në zonën Schengen
apo në vendin ku kanë kryer veprën penale kundra vajtit, apo qoftë edhe një çështje administrative kundra vajtit administrative i themi ne, atëherë ky është një dënim plotësues. Ka qytetar marrin dënimin kryesor, që mund të jetë në burg dhe siç thash më sipër, gjithashtu e ka masë plotësuese masën e mos kalimit në zonën Schengen për një periudhë të caktuar, varet në varësi të çështjes që ka çdo qytetar. E kuptoj. Pastaj vjen tek pjesa e zgjidhjes se si zgjidhet ky proces. Për sa i përket faktit apo çështjes së parë, ata qytetarë të cilët marrin një masë ekspulsive, që në momentin e parë, nëse mendojnë që janë në rregull me procedurat, do të thotë nuk e kanë shkelur dhe kemi kohën e qëndrimit, ata me njerë duhet që të kontaktojnë një avokat në këtë vend në të cilin e ka marrë masën në mënyrë që të sqarojnë situatën në të cilën ndodhen. Po kanë ata qytetarë që janë të mirë informuar dhe mund të jenë edhe juristë në profesion apo mund të jenë një profesion për të cilin janë marrë çështje, ata me njerë duhet të i drejtojnë organit që ka marrë këtë masë administrative me një ankesë në mënyrë që ta sqarojnë këtë situatë. E kuptoj. Alban, kam një pyetje. Shtetasit vihen në dielni në momentin që kanë marrë një ekspuls? Do me thënë informohen? Të gjithë qytetarët që marrin një ekspuls, ata informohen, sepse në pasaportën e tyre i vendoset një bul, në të cilin është caktuar edhe kozgjatja e këtij ekspulsi. Ka vende të cilat e kanë vetëm në pasaport, ka vende të cilat ju jep një shkresë dhe u komunikon arsyen se pse është marrë ky ekspuls. Gjithashtu ka dhe nga ato vende të cilat e vendosin edhe në pasaport ju komunikohet edhe shkresa. Por natyrisht bën përjashtim edhe vende të tjera të Bashkimit Evropian, siç mund të jetë ka pasur shumë raste me Greqinë, apo edhe dhe themi vende të tjera të cilat nuk i respektojnë në mënyrë rigoroze këto procedura dhe mund mos ja komunikoj fare qytetarëve, por janë vende të pakta të cilat janë anëtarë të Bashkimit Evropian dhe nuk i respektojnë këto detyrime të cilat rrjedhin nga konventa SIS që kanë këto vendet anëtare të Schengenit. Tani, kurioziteti më i madh është të dim si hiqen. Dhe a hiqen të gjitha? Do me thënë, okej. Po, mundojmë që të temë, kjo është faza e parë, kur qytetari është në rregull dhe ka marrë në mënyrë padrejtë. Okej, çfarë duhet të bëj? Po. Sepse i kalon afati dhe duhet i drejtojë organit administrativ. Për ata qytetarë të cilët janë koshient që kanë shkelur këtë zonë, pra në zonën Schengen, atëherë pra afatin e qëndrimit, atëherë ka qytetarë duhet të presin kohën për të cilin skadon ky dënim. Pra, nëse koha do të jetë 2 vite apo 3 vite, atëherë do presi afatin 3 vjeçar dhe pastaj duhet i drejtohet organit të cili e ka marrë të vendim, apo dhe themi ministrisë varet në varësi të vendeve të cilat e ka marrë qytetari, mund të jetë Ministria e Brendshme e cila është kompetente, natyrisht mund të jetë edhe Ministria e Jashtme, por në procedurat e praktikës time unë e ndjek procedurën që e bëjnë në të gjitha këto institucione në mënyrë që ta kenë përgjigjen sa më shpejt. Dhe afati për të kthyer përgjigjen nga këto vende është 60 ditë. Pra, brenda periudhës 60 ditore, këto janë të detyruara që të kenë përgjigje nëse e kanë hequr apo jo këtë ndalesë, sepse qytetari mund të ndodhi që është gjasaj kohë ka shkuar e ka marrë, është koshient që ka marrë të ndërzim për 2 vite, por ka ata qytetarë që të kalojnë në rrugë të tjera alternative, ilegale, dhe ashtu mund të marrë prapë një dënim tjetër për të cilën nuk i lejohet prapë që të dënohet. Pra është një dënim i shtuar. Pra shumë qytetarë nuk e kanë shumë të qartë këtë fakt, pra edhe kur kalojnë në mënyrë ilegale, shumë prej tyre më thonë që jo kanë kaluar nga Kosova, jo kanë rënë me autobus nga Hungaria, pra janë çështje të veçanta, rast pas rasti, por që qytetarët duhet të kuptojnë që kjo është një le të themi, më fali, nuk e di nëse
Po, dëgjojemi, jemi okej. Na është rrotulluar telefoni. S'ka gjë, për ta mbyllur se jemi në 1 minutë në fundit, po. Pra, është rast pas rasti, por qytetarët duhet që të ndjekin procedurën ligjore dhe procedura ndiqet vetëm nëpërmjet një avokati, ose të bëjnë një lëvizje, duan të kuptojnë. Ata gjithmonë duhet të ndjekin këto procedura, por ka nga ato raste të përshpejtuara, të cilat vende mund t'i heqin përpara afatit. Pra janë raste. E kuptoj. Kam 1 minutë kohë dhe kam të rëndësishme të pyes, të lutem, sepse nëse hapim rrjetet sociale, ne gjejmë adresa që na thon heqje ekspulsi. Se kush është aty mbrapa, se kush i merr përsipër t'i bëj, dhe a ka risk që të manipulohemi, të gënjehemi, të kryejmë pagesa me idenë që do të na shpëtojë dikush. Është e vërtet, ne duhet gjithmonë që të bëjmë një kontratë me atë i cili i merr përsipër. Pra nuk është gjë e keqe që një avokat apo një zyrtar ligjor të bëjë një promocion lidhur me shërbimin e tij, por kam dëgjuar se më kanë ardhur në zyrë klientë të cilët më kanë thënë që sa kohë ai që skuqet, unë i kam treguar procedurën se çfarë procedure ndiqet dhe që parë marrë unë përsipër si avokat. Pra, unë si avokat marrë përsipër që të kryej të gjitha ato kriteret që përcakton konventa CIS, në të cilën vendet anëtare janë pjesëmarrëse. Kështu që ne nuk kemi fuqi më shumë apo të garantojmë qytetarët me një përqindje absolute. Okej, po, patjetër. Mund të bëjmë disa zyra të cilat e marrin përsipër. Ndërkohë që qytetarët shkojnë në këto zyra, ka pas në ato raste që më kanë ardhur prapë dhe më kanë thënë që më ka gënjur avokati apo personi që ka marrë përsipër. Po, patjetër që ka dhe raste të tilla. Ata i paguajnë suma shumë të larta, ndërkohë që kjo është diçka proceduriale e cila nuk varet nga avokati. Avokati mjafton që bëj atë kërkesën dhe dokumentacioni shoqërohet në mënyrë korrekt dhe pastaj vendimarrja e këtyre organeve nëse e heq apo jo si dënim administrativ. Alban, unë të falenderoj për gjithçka ndave me ne, uroj shumë që t'i kemi hyrë në ndihmë me këto informacione që kemi dhënë publikut që po na ndjek, të uroj një punë të mbarë dhe takohemi përsëri. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu edhe unë. Faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, sepse e ftuara e radhës është këtu me mua në studio, pas pak ju prezantojmë të. Kemi një temë që ka lidhje të drejtë për drejtë me shëndetin tonë, ndaj mos u largoni, do mësojmë shumë.